pavarësisht në arsyetimin sot të kryeministit Kurti para kabinetit qeveritar do të ishte tejet i vakt apo gjysmak, do të ajo se ai që ka deklaroj që kanë bashkëbiseduar me të, agenda integruese, problemi i Serbisë e tjera, do të ishte një përshkrim general. Unë jam i bindur që nuk ka mundur të shmonget, që edhe nëse ka qenë tema dhe agenda euro-integruese e Kosovës, nuk ka mundur të shmonget sa i përket plotësimit të disa parakushteve që Kosova i ka në tavolinë që një kohë të gjatë të cilat janë shndruar në pengesë sa i përket kësaj agende. Mbase do të isha i lumtur, por nuk besoj, më duket në sens logjik që Franca, Gjermania, vendet që kanë peshën kryesore në Bashkimin Evropian sa i përket edhe rajonit të Ballkanit Perëndimor në agendën e tij integruese, do të bënin kompromise të asaj natyre që do të tërhiqeshin në raport me detyrimet që ja kanë vendosur në këtë agendë.